Rrezet e ngrohta të diellit nuk janë gjithmonë të mira për lëkurën e disa njerëzve. Evropa po përballet me një mungesë të theksuar mjekësh të lëkurës, me rreth 30 dermatolog për 1 milion banor. Kanceri i lëkurës është një nga format më të trajtueshme të kësaj sëmundje, nëse zbulohet në faza të hershme. Zyrtarët britanikë të shëndetësisë thonë se normat e kancerit të lëkurës janë rritur 170% gjatë dekadës së fundit dhe 11% e rasteve urgjente u duhet të presin më shumë se një muaj për të vizituar tek mjeku. Kompania Skin Analytics po demonstron në Londër teknologjinë e re Derm AI. Aplikacioni në fjalë funksionon në shumicën e telefonave inteligjent dhe kërkon një lente shtesë që mundëson fotografimin e lëkurës dhe diagnozën pothuajse të menjëhershme. Kristen Wellhall, menaxhere për Derm, tregon se sa I shpejt është procesi. Yeah, so it's pretty simple and straightforward. So as you can see here, I've got... Procesi është I thjeshtë dhe I drejt për drejt. Siç e shikoni, kam hapur aplikacionin që aktivizon kamerën dhe zgjedh pjesën e trupit ku do të fotografojmë. Cilësia e fotos duhet të jetë sa më mirë që të vlerësohet nga inteligjenca artificiale. Of the lesion, and what I can do is then send... Pasi zgjedh foton më të mirë, rezultati del brenda pak sekondash, duke ofruar detaje se çfarë nënkupton. Imazhi ruhet në sistem për të krahasuar me rezultatet që pasojnë. The results directly on the phone. Inteligjenca artificiale krahason foton e marrë nga lëkura e pacientit me një bibliotekë imazhesh dhe pastaj jep rezultatin. Kompania Skin Analytics thotë se Derm ka një shkallë saktësie prej 98% në diagnostikim. Neil Daly, themelues dhe shef ekzekutiv I kompanisë Skin Analytics, shpjegon se si teknologjia pas aplikacionit Derm tashmë gjendet në shumicën e telefonave inteligjent. Technology is incredibly accessible because we can use a range. Mund të përdorim një sër telefonash të ndryshëm inteligjent për të fotografuar zonën e dyshuar të lëkurës. Përdorim një lente të posaçme që ngjitet tek telefoni për të marrë një imazh me cilësi shumë të lartë. Kjo lloj teknologjie mundson që shumë pacientë të vizitohen brenda një kohe të shkurtër, si rezultat I disponimit të telefonave inteligjent. To be able to see a lot of different patients very, very quickly because of the availability of the hardware. Regulatori evropian për pajisjet mjekësore I hapi dritë e njëshile për dërimit të këtij aplikacioni, duke bërë pajisja para autonome me inteligjencë artificiale e autorizuar për zbulimin e kancerit. Rreth 21 qendra mjekësore në Britani po përdoren këtë aplikacion dhe kanë testuar rreth 135.000 pacientë. Kompania Skin Analytics thotë se kjo teknologji ka ndihmuar në diagnostikimin e më shumë se 13.000 pacientëve të prekur nga kanceri I lëkurës. Në zhvillim prej 12 vjetësh, aplikacioni Derm me inteligjencë artificiale mbështetet tek një libari e madhe të dhënash dhe imazhesh ku përfshihen kanceret e lëkurës, lëkura në fazat e para të shfaqjes së sëmundjes, si dhe dëmtimet e lëkurës që ngjasojnë me sëmundjen.